Territori shqiptar për datën 2 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore gjatë pasdites priten vranësira të lehta kalimtare pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara malore do të ketë vranësira të pakta. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 19 deri në 33 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 31 gradë Celsius. Peshkopi, 15 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 32 gradë Celsius. Durrës, 16 deri në 27 gradë Celsius. Kavaj, 17 deri në 28 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 33 gradë Celsius. Berat, 19 deri në 34 gradë Celsius. Korç, 13 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë, 19 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 25 gradë Celsius. Sarandë, 18 deri në 29 gradë Celsius.